4 dekada në jetën e një institucioni përfaqësojnë shumë më tepër se një segment kronologjik. Ato mishrojnë një traditë të konsideruar, një mision të qëndrueshëm dhe një trashëgimi me vlera të shumëfishta. Në këtë perspektivë, 40 vjetori i ditorisë islame shënon jo vetëm jubileun e një periodiku, por kremtimin e një institucioni me rol të rëndësishëm në formësimin e mendimit fetar, kulturor dhe intelektual shqiptar. Gjatë 4 dekadave të veprimtarisë së saj, kjo revistë ka shërbyer si platformë e dialogut shkencor, edukimit dhe afirmimit të identitetit shpirtëror e kombëtar. Kontributi i saj i vazhdueshëm përbën një dëshmi të gjallë të përkushtimit ndaj dijes, vlerave universale dhe zhvillimit të vetdijes shoqërore, duke lënë gjuhën të pashlyeshme në historinë bashkëkohore të shqiptarëve. Për 4 dekada me radhë, revista Ditoria Islame ka qenë pjesë e hapësirës sonë publike dhe intelektuale, duke trajtuar temat besimit, kulturës, historisë, arsimit dhe të jetës shoqërore në përgjithësi. Ajo përbën një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë publicistikës fetare në gjuhën shqipe dhe një prej botimeve më të gjata të Bashkisë Islame të Kosovës. E themeluar në qershor të vitit 1986, revista ka dëshmuar qëndrueshmëri dhe përkushtim në shpalosjen e dinamikave shoqërore në periudha të ndryshme historike. Kosova në okupim gjatë viteve të 90-ta, gjersa liria e shprehjes dhe informimi në gjuhën shqipe u përballën me kufizime të rrepta, revista Ditoria Islame e ruajti dhe vazhdoi botimin dhe shërbeu si hapësirë informimi, reflektimi dhe dokumentimi për zhvillimet të cilat e preknin shoqërinë tonë. Ditoria Islame ka luajtur rol të rëndësishëm në afirmimin e mendimit islam të shqiptarëve. Përmes mira artikuj, studimeve, përkthimeve, intervistave dhe reportazheve, ajo ka pasuruar literaturën islame në gjuhën shqipe dhe ka ndikuar në formimin fetar, kulturor e intelektual të brezave të tërë. Faqet e saj u bën një shkollë e hapur e dijes, ku formuan dhe afirmuan autor, studiues, përkthyes e publicistë të shumë.